Për herë të parë që nga viti 1992 ndodh në Vlorë një përballje politike në rang kryetarësh të forcave politike, të mazhorancës dhe opozitës. Iniciativën e mori televizioni 6+ Vlora, mbrëmjen e 15 majit, 4 ditë pas zgjedhjeve të 11 majit, do të mbahet mend gjatë në qytetin e Vlorës, pasi vendosi përballë drejtuesit e Partisë Socialiste si dhe të Partisë Demokratike të Vlorës. Kryetaria e Partisë Socialiste të Vlorës Vilma Bello dhe kryetari i Partisë Demokratike Hysni Shara pranuan me guxim dhe me qytetari ftesën që të ishin përballë njëri tjetrit në emisionin Fokus të drejtuar nga gazetari Ermal Sika. E para përballje dhe debat politik në nivel të parë mes mazhorancës dhe opozitës. Qysh në nisje të emisionit, gazetari Sika falenderoi Vilma Bellon dhe Hysni Sharën që pranuan të ishin përballë njëri tjetrit. Falenderoj që pranuat edhe këtë përballje sot. Një përballje që do të ketë diskutime, do të ketë edhe debate, por një përballje që patjetër do të tregoj qytetari. Dhe që kur ja u komunikova ftesën, të dy pranuat me kënaqësi që të ishit përballë njëri tjetrit. Si dy qytetarë vlonjat. Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Partia Socialiste u konfirmua si forcë e parë politike në rang qarku me 53.235 vota kundrejt Partisë Demokratike, që arriti të siguronte 24.134 vota, ndërsa në Bashkinë e Vlorës, Partia Socialiste arriti të merrte 29.499 vota për kundrejt Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore me 12.521 vota. Por vota e diasporës solli ndryshime edhe në mandate. Partia Socialiste u konfirmua me 9 mandate në qarkun e Vlorës, ndërsa Partia Demokratike me vetëm 3. Sigurisht që një fakt shumë i rëndësishëm që e plotëson është edhe vota e diasporës, sepse nëse vota e marr brenda Vlorës konsolidoi 8 mandatet, ishte vota e diasporës ajo më pas që tregoi një besim të shtuar të rritjes së numrit të votës për të shkuar drejt 9 mandateve, sepse u desh një numër i vogël i votave të para që të mund të arrinim në 9 mandate që në fillim të numërimit të votave të diasporës. Dhe siç e thatë ju, ishte vota e diasporës për të cilën do kemi një diskutim të veçantë që na erëzoi këtë mandat të katërt. Ju thash, 1.600 vota mbi mandatin e katërt me 10.000 votues më pak, plus dhe përçarjen nga 2 partitë e vogla, për të cilat ne bëm thirrje gjatë gjithë fushatës, që njerëzit mos t'i votoni, sepse kështu si erdhi puna, ata as vetë nuk e morën mandatin e 56, por i shërbyen Ramës për të na humbur ose për të na mbajtur në kuotën e mandatit 4. Kryetaria e Partisë Socialiste të Vlorës Vilma Bello dhe kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara analizuan edhe shifrat e pritshmërive, por edhe krahasimore me zgjedhjet e kaluara, si të përgjithshme ashtu edhe ato vendore. Por folën edhe për kandidatët për deputet, pjesëmarrje në votime, si dhe debatuan edhe për programet politike. Ndërsa kryedemokrati Shara theksoi edhe rrugët që do të ndjekë opozita për të kundërshtuar këto zgjedhje. Në fund, 2 kryetarët e partive patën edhe mesazhet e tyre drejtuar qytetarëve. Unë do ta mbyll me sërish me një falënderim për gjithë pushtetit dhe ata që e besuan Partinë Socialiste për të fituar mandatin e 4 dhe në Vlorë për të fituar mandatin e 9, ashtu siç me shumë përullësi dhe me shumë përgjegjësi për të bërë maksimumin për të mirë menaxhuar dhe për të administruar gjithë të besim. Unë kam vetëm një fjali, sepse falenderimet i bëra për të gjithë. Ndoshta kam haruar kandidatët për deputet, se tani u kujtova, dua t'i falenderoj nga zemra dhe ata për gjithë përkushtimin, angazhimin dhe punën që bën në fushat. Unë kam për të thënë një fjali demokratëve që Partia Demokratike do ringrihet përsëri, sepse ne kemi kaluar momente të tilla edhe më të vështira, siç ka qenë viti 97 dhe u ngritëm dhe erdhëm në pushtet. Kështu që ky është një moment i vështirë të cilin duhet ta kalojmë bashkë. Një përballje qytetarësh që nuk ndodh shpesh në Vlorë e që vjen pas 33 vitesh, ku promotor për të vendosur përballë 2 kryetarët e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike të Vlorës, u bë televizioni 6+ Vlora. Kryetarët Bello dhe Shara treguan qytetari gjatë emisionit, i cili vendosi edhe një tjetër rekord çikueshmërie, duke thyer çdo parashikim. Ato që nuk e bëjnë kryetarët e partive në qendër, e bëjnë ata në bazë, ku me këtë përballje televizive, kryetaria e Partisë Socialiste të Vlorës, si dhe kryetari i Partisë Demokratike po të Vlorës, respektuan jo vetëm veten e tyre, antarët dhe simpatizantët që përfaqësojnë, por edhe qytetarët.